Para se të fillojmë me videon, do ju ftoja të abonoheshit në kanalin ton Thënie për Jetën dhe të klikoni sipërziles për të marrë njoftimet e videove tona më të reja. Faleminderit. Të gjithë hani hurma arabie, por askush nuk e di se çfarë ndodh zemrës dhe diabetit tuaj. Hurmat janë me të vërtet një frut që patjetër duhet të bëjnë pjesë e dietës së shumicës së personave, pasi janë të shijshme dhe megjithatë ofrojnë më shumë se kaq. Hurmat janë të pasur me bakër, kalium, fiber, mangan, vitaminën B6 dhe magnez. Ato janë të mira sepse përmirësojnë tretjen. Ato janë të dobishme për tretjen për zorë dhe çdo problem tjetër me kapslëkun. Hurmat janë të mira për shtatzani. Hurmat gjithashtu ndihmojnë në lindje, domethënë ulëntimet kanë treguar se hurmat që hanë të paktën vazhdimisht në dietën e grave shtatzana mund të ofrojnë një lindje më të lehtë. Tensioni i lartë i gjakut dhe sulmi në zemër do të reduktojë ndjeshëm. Mundohuni të hani disa hurma çdo ditë në mënyrë që të ndjeni të ngopur për mënyrën më të gjatë të efekteve të dobësimit. Ju mbasi nuk e dini faktin se hurmat arabis përveç faktit se janë të shijshme, ato kanë edhe vlera ushqyese të mëdha për organizmin e njeriut. Në këtë video do të rendisim disa nga informacionet kryesore dhe vlerat që hurmat ofrojnë në shëndetin tuaj. Ato janë shumë ushqyese. Hurmat arabis janë ushqyese dhe të pasur me mangan, magnez, gjithashtu fiber, vitamin B6, kalium dhe bakër. Sistemi i tretës përmirësohet kur hani hurma arabie. Konsumi rregullt i hurmave të arabis i bën shumë më mirë kundër problemeve të kapslëkut, gazrave, fryrjeve të barkut dhe të tjera. Sasia e lartë e fibrave garanton këtë si dhe është e përdorur në trajtimin e hemoroideve. Hurmat arabis përmbajnë magnez i cili është i njohur si një përbërës antiinflamator, si i tillë janë efektive kundër entjes dhe dhimbjeve të shkaktuar nga artriti. Këto janë efektet për të reduktuar inflamacionin arterial dhe si rezultat reduktojnë rrezikun e goditjeve dhe sëmundjeve në zemër. Gjithashtu, hurmat arabis janë efektive në rregullimin e presionit të lartë të gjakut dhe parandalimin e goditjeve. Presioni i lartë i gjakut mund të rregullohet kur konsumoni hurma arabie, pasi ato përmbajnë edhe nivele të mira të magnezit. Kaliumi gjithashtu ndihmon në luftimin kundër sëmundjeve kardiovaskulare. Magnezi është i mirë në parandalimin e rrezikut të goditjeve, gjë që është botuar edhe në American Journal of Clinical Nutrition. Hurmat arabis ndihmojnë në funksionet e trurit. Është provuar përmes studimeve se vitamina B6 e konsumuar në sasinë e duhur dhe rregullisht ndihmon që truri të funksionojë në mënyrë perfekte. Hurmat arabis janë të pasur me vitaminë që ndihmon në përmirësimin e memorjes, funksionin njohës, përqendrim dhe në fokus. Gjithashtu ato janë shumë efektive në dobi të organizmit. Sa herë që vizitoni një familje gjatë traditës së tyre, sidomos gjatë kohës së agjerimit, ato ofrojnë edhe hurma. Hurmat janë të pasura me vitaminën A, B1, B2, D. Ato ofrojnë edhe shumë minerale të rëndësishme në dobi të organizmit kundër një sër komplikacionesh trupore. Ekspertët arsyetojnë se konsumi i vazhdueshëm i hurmave, sidomos gjatë periudhës suaj të zgjimit, mund të ofrojë një ngopje më të mirë dhe gjithashtu do ta ketë më të lehtë të mbani urinën nën kontroll. Pasurimi i dietës suaj me hurma të tilla të paktën në 2 deri në 3 mund të jetë një zgjidhje pozitive në dobi të shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të trupit. Hurmat forcojnë mëlçinë, përmirësojnë gjithashtu punën e saj detoksifikuese, forcojnë muskujt, luftojnë stresin nervor, përmirësojnë punën e gjendrës tiroide dhe të enëve të gjakut, zbusin ashpërsinë e fytit dhe largojnë sekrecionet. Hurmat freskojnë zorën dhe i mbrojnë ato nga infeksionet, pastrojnë veshkat dhe normalizojnë urinimin. Nëse nuk e dini, ato janë një ushqim edhe për të vegjëlit. Hurma përmbajnë sheqer natyror i cili thithet dhe tretet lehtë, kështu që ajo është e sigurt dhe dobi prurse për stomakun dhe zorën tuaj. Gjithashtu, lëngu i hurmave i përzier me qumësht është i dobishëm me vlera të shumta rregulluese ushqyese, si për të vegjëlit, ashtu dhe për të rriturit. Hurmat arabis janë plot me vlera ushqyese me nivele të larta për shëndetin. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh. Hurmat arabis janë një burim i pasur i fibrave të shëndetshme, mineraleve dhe vitaminave. Kjo ndihmon kundër konstipacionit dhe problemeve të tjera
të tretjes. Hurmat arabis gjenden kudo në dyqanet ushqimore të shëndetshme në vendin tonë. Po ashtu të zbuloni se çfarë ndodh me organizmin nëse konsumoni 2 ose 3 hurma në ditë për një javë të plotë. Ato do të ofrojnë një tretje më të mirë. Hurmat përmbajnë fibër, e cila është përbërësi kyç në tretjen e shëndetshme. Një sasi prej 100 gram hurma ofron 7 gram fibër, e cila mundëson lëvizjen më të mirë të zorëve. Megjithatë, stomaku kërkon pak kohë që të mësohet me fibër për të marrë më të mirat e saj. Konsumi i hurmave do të sjellë gjithashtu më shumë energji për trupin. Hurmat arabis janë të ëmbla dhe megjithatë nuk e rrisin sheqerin në gjak. Kjo ndodh falë fibrës e cila ngadalëson përthithjen e sheqerit. Hurmat ofrojnë shumë energji e cila është e qëndrueshme dhe jo e luhatshme. Ato ofrojnë shumë antioksidant. Hurmat përmbajnë antioksidant që neutralizojnë radikalet e lira në organizëm. Radikalet e lira janë përgjegjëse për shumë sëmundje të këqija që i kanosin organizmit. Ekspertët thonë se hurmat arabis kanë më shumë antioksidantë se fiqt dhe kumullat. Antioksidantët e hurmat do të pengojnë shfaqjen e inflamacionit kronik dhe do të mbrojnë shëndetin tuaj. Gjithashtu ato ofrojnë përfitime të mira edhe për shëndetin mendor. Studimet tregojnë se konsumi i rregullt i hurmave të arabis mbron trurin nga sëmundjet të rrezikshme siç është Alzheimeri. Për më tepër, hurmat përmirësojnë shumë funksione të trurit, përfshirë aftësinë të nxënit, kujtesën të mësuarit si dhe zbusin ankthin. Ato kanë edhe pak sheqer. Hurmat arabis janë një zëvendësues shumë i mirë i sheqerit të rafinuar. Ato mund të përdoren në shumë receta në vend të sheqerit. Mjafton t'i përzieni në mikser me pak ujë dhe të formoni një pastë. Për çdo lugë sheqer që nevojitet në recetë, mund të përdorni një lugë nga pasta e hurmave. Mjafton një javë dhe do të vëreni një shëndet të mirë fizik dhe mendor, por edhe më shumë energji për të përballur me sfida të ndryshme gjatë jetës. Hurmat arabis janë plot me vlera të shijshme dhe me nivele të larta ushqyese. Përveç shijes së tyre karakteristike, hurmat arabis janë teje të shëndetshme dhe i ofrojnë organizmit një sër përfitimesh. Hurmat arabis janë të pasura me fibra të shëndetshme, minerale dhe vitamina. Ato ndihmojnë kundër konstipacionit, problemeve me tretjen dhe sistemin tretës. Hurmat arabis gjenden kudo në dyqanet ushqimore të shëndetshme në vendin tonë. Ato janë të mira gjithashtu edhe për shëndetin tuaj të zemrës. Kaliumi që gjendet te hurmat ulë rrezikun e goditjeve në tru. Për më tepër, nëse i përfshini hurmat në dietën tuaj, do të ulni nivelin e kolesterolit të keq. Kolesteroli i keq akumulohet në muret e enëve të gjakut, duke i bllokuar ato dhe duke ulur rrezikun e ndjeshëm të zemrës. Nivelet e larta të kaliumit që gjenden nënkuptojnë se zemra është e rrezikuar nga bllokime të menjëhershme që mund të ndodhin në enët e gjakut. Ngrënia e hurmave do të ulë kolesterolin e keq dhe do ta mbajë zemrën e sigurt. Përmirësojnë nivelin e energjisë. Hurmat arabis janë të mbushur me sheqer natyral që përfshin fruktozën, sukrozën dhe glukozën. Kjo i bën një ushqim të favorshëm për ata që kanë nevojë të rrisin nivelin e energjisë. Hiqni dorë nga ëmbëlsirat e shpejta që premtojnë energji dhe konsumoni disa hurma arabie. Fibrat që ato përmbajnë ju ofrojnë shumë vlera për organizmin dhe mbajnë larg një sër komplikacionesh. Ekspertët vazhdimisht i këshillojnë konsumin e tyre në dietën tuaj të përgjithshme. Pavarësisht niveleve që ato kanë të sheqerit, ato janë një ndihmë shumë e mirë për të stabilizuar kështu edhe luhatjet e glukozës në gjak. Ekspertët këshillojnë konsumin e 2 deri në 3 hurmave në ditë për të marrë përfitimet e tyre unike. Hurmat arabis konsiderohen edhe se përmbajnë sasi të mirë të fibrës së tretshme që është thelbësore për sistemin tretës dhe arrin të orientojë ujin aty ku trupi ka më shumë nevojë, në aparatin tretës, duke sjellë edhe lehtësimet e duhura. Vëmendje. Ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mundësojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative në shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.